Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafi khalqillah, Muhammad ibn Abdillah, sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Ka thënë Sheikhul Islam ibn Taymiyyah, rahmetullahi ta'ala alayh, njeriu nuk është besimtar i vërtet derisa të jetë ashtu siç e ka përshkruar Allahu i lartësuar në fjalën e tij: "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt wa yusallimu taslima." Pasha Zotin tënd, ata nuk do të jenë besimtar të vërtet, të plot, derisa të mos të marrin ty për gjykues në çështjet ku kanë kundërshtime mes vete, pastaj të mos ndjen asnjë ngushti në zemrat e tyre ndaj gjykimit tënd dhe të nënshtrohen plotësisht. Sheikhul Islam në Taymiyyah argumenton me fjalën e Allahut, dhe thot ka thënë Allahu gjithashtu: "Wa ma kana li mu'minin wala mu'mina idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Nuk i takon asnjë besimtari apo asnjë besimtareje që kur Allah dhe i dërguari i tij kanë vendosur një çështje, ata të mbajnë ende zgjedhje tjetër në këtë çështje. Nuk ju takon me zgjedhje aty. Kur gjykon Allah dhe i dërguari i tij, veç në nështrim, nuk mbetet asgjë aty. Dhe thot ka thënë Allah i lartësuar gjithashtu: "Inna ma kana qawlul mu'minin idha du'u ila Allahi wa rasulihi li yahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na." Dhe thot fjala vetëm e besimtarëve kur thirrën te Allah dhe i dërguari i tij që të gjykojnë në mes tyre është dëgjuam dhe u bindëm. Dhe po ashtu thot Allah i lartësuar ka thënë: "Wa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi idhnillah, walau annahum zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahum ar-rasul lawajadu Allah tawwaban rahima." Ne nuk dërguam asnjë të dërguar vetëse që ti bindeshin ndaj tij me lejen e Allahut, që të bindeshin ndaj tij me lejen e Allahut. Dhe sikur ata kur i kanë bërë pa drejtësi vetes së tyre, do të thonë duke dalë prej urdhit të Allahut dhe dërguarit, të vinin tek ti duke kërkuar falje prej Allahut dhe i dërguari të kërkonte falje për ta, do të gjenin Allahun pranues të pendimit dhe mëshirëplot. Dhe Allah i lartësuar thot gjithashtu: "Kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Thuaj atyre o Muhammed, nëse e doni vërtet Allahun, atëherë më ndiqni mua, Allahu do t'u dojë juve dhe do t'u afal mëkatet tuaja. Dhe thot Sheikhul Islam ibn Taymiyyah, ajetet të këtij kuptimi janë të shumta në Kur'an, afro 40 vende. Në afro 40 vende. Islami ka dy themele, thot: dëshmia se nuk ka të drejtë adhurojt askush përveç Allahut dhe dëshmia se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguari i Allahut. Kur njeriu e pranon këtë, duhet ta di se Kurani dhe Suneti autentik i të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam përmbajnë të vërtetën absolute, dhe se çdo gjë që bën në kundërshtim me to është në mënyrë të prerë e pavërtetë. Kjo për shkak se ato janë një transmetim, do të thonë Kurani dhe Suneti janë një transmetim i sigurt dhe i besueshëm, i ardhur prej një të dërguari të pagabueshëm. Kurani dhe Suneti janë burim i besueshëm në mënyrë absolute dhe transmetuesi që na i ka transmetuar ato. Transmetuesi por profeti sallallahu alaihi wasallam, i cili na i transmeton prej Allahut azza wa jall, është i pagabueshëm. Sa për ato që bien në kundërshtim me të, nga fjalët apo veprat e disa mësuesve apo dietarëve, ose transmetuesi nuk është i besueshëm, ose transmetuesi është i sinqert, mirë po ai nuk është i pagabueshëm. Dhe kjo bëhet e qartë sa herë që fjala e tij bën në kundërshtim me transmetimin autentik që vjen nga i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, i cili ai është i pagabueshëm. Ky parim është ai të cilit besimtarit Ky parim është ai të cilit besimtari duhet t'i përmbahet dhe me to të peshojë çdo gjë që i paraqitet. Do thonë ky parim, me këtë parim do të me peshu çdo gjë që të paraqitet. A është në përputhshmëri me Kuranin dhe Sunetin? Është në rregull. Nuk ka argument në Kuran dhe Sunet apo kundërshton Kuranin dhe Sunetin, hidhe, nuk mirët ajo. Prandaj, ajo që gjen nga kundërshtimet ndërmjet mësuesve, dietarëve apo sunduesve, qoftë lavdrim apo kritik e një personi, nuk i shpëton dy mundësive. Ose kërkohet të dihet gjykimi i Allahut për atë person dhe vlera e tij tek ai, ajo nuk është e nevojshme për ne dhe shpesh është e pamundur të njihet realisht. E dyta, ose kërkohet gjykimi për fjalët apo veprat që atribuohen
dhe të gjitha këto i nënshtrohen libri dhe sunetit. Ajo që përputhet me to është e vërtet, edhe nëse e thot një mëkatar apo jo besimtar, thotë Sheikhul Islam Ibn Taymija. Dhe ajo që bjen ndesh me to është e pavërtet, edhe nëse e thot një i devotshëm apo një njeri i sinqert. Muadhi, Allah qoftë i kënaqur me ta, thoshte në testamentin e tij: pranojini të vërtetën nga kushdo që e sjell, edhe nëse është jo besimtar, dhe ruajini shkarjes, më thon devijimit së të urtit. U tha atij: si ta dim, o Muadh, se jo besimtari thot të vërtetën dhe se i urti gaboj? Ai tha: e vërteta është e ndriçuar. E vërteta është e ndriçuar. Do me thënë, ajo shoqërohet me prova, me argumente që e bëjnë të qartë. Kjo do me thënë, fjala e Muadhit, është e ndriçuar nga argumentet. Argumentet nuk i kundërshton e vërteta. Argumentet jenë në favor të saj. Shumë njerëz e peshojnë të vërtetën me njerëzit. Kur mendojnë se dikush është i rëndësishëm dhe me vlerë, pranojnë fjalët e tij edhe nëse janë të rreme dhe në kundërshtim me librin e Allahut azza wa jalla dhe sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe nuk u kushtojnë vëmendje atyre që i kundërshtojnë ato, dhe kur mendojnë se dikush nuk është i rëndësishëm, hedhin poshtë fjalët e tij edhe nëse janë të vërteta. Ali radiallahu ta'ala anhu, Allahu qoftë i kënaqur me ta, i tha Al-Harithit, kur Harithi i tha atij: o Ali, a mendon se Talha e Zuberi ishin në të pavërtetën, në gabim, ndërsa te ishin në të vërtetën? Kur pate kundërshtim me ta, a mendon që ata dy shokët profetit sallallahu e kanë keq, edhe ti je vet, edhe e ki mirë? Ali radiallahu ta'ala anhu e korrigjoi dhe mbjellej në të një themel, i cili dëshmon se e vërteta nuk njihet përmes njerëzve, po njerëzit njihen përmes së vërtetës. Dhe tha: jo, Harith, çështja të është ndërlikuar, njeh të vërtetën e pastaj do t'i njohësh njerëzit. Edhe e vërteta nuk njihet përmes njerëzve, njerëzit njihen përmes së vërtetës. Atëherë, thotë Sheikhul Islam Ibn Taymija, kushdo që e merr një mësues apo dietar që autoritet të ndjekur në gjithë shka që ai thot e bën, duke dashur ata që pajtohen me të dhe duke urryer ata që e kundërshtojnë përveç të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, ai është risimtar. Ai është risimtar, bidatxhi, i humbur, i larguar nga libri dhe suneti i profetit sallallahu alaihi wasallam. Qofshin këta nga njerëzit, këta që i ndjek nga njerëzit e dijes dhe devotshmërisë, apo nga njerëzit e luftës dhe pushtetit. Nga njerëzit e dijes e devotshmërisë apo njerëzit e luftës dhe pushtetit. Kjo nuk ndihmon te Allah subhanahu wa taala, sepse Allah azza wa jalla ka urdhëruar me ndjek dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam në formë absolute, kurse të tjerë fjalët e tyre vendosen në peshorën e Kuranit dhe Sunetit. Nëse janë në përputhshmëri, atëherë i pranojmë, nëse kundërshtojnë, atëherë i refuzojmë. Thotë Sheikhul Islam Ibn Taymija, për obligim absolut i umetit është bindja ndaj Allahut dhe të dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك وإلى طاعة رسولك اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر نسألك اللهم العافية في الدنيا والآخرة لنا وللمسلمين اللهم اكتب العافية لإخواننا في غزة وفي السودان وفي غيرها من البلدان اللهم اكتب العافية لإخواننا في الشام يا رب العالمين اللهم اجعل المسلمين من بين أيديهم سالمين اللهم ردهم إلى دينهم ردا جميلا اللهم انصرهم على أعدائك وأعدائهم يا رب العالمين اللهم أصلح أمرهم بما كتبت صلاحه لا إله إلا أنت سبحانك إن كنا من الظالمين بما كتبت صلاحه شرعا يا رب العالمين لا صلاح إلا بشرع الله لا صلاح إلا بالتمسك بالوحيين سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله